Sa ka kushtuar filmi, Monika? Akoma nuk e kemi bërë një bilanc, sepse e kemi bërë me shto ujë e shto miell, si e thonë. Na duhen 2 lekë sot për këtë, na duhen 2 lekë për shembull. Jo më lart, po dje prap kemi paguar se duheshte për të bërë për të blerë disa muzika, disa gjëra, pra në çdo moment ka qenë një produkt që do ulemi ta mbledhim, ta shikojmë. Ne kemi marrë një kredi faktikisht për filmin, i cili shpresojmë që biletat që do shiten ta realizojmë, ta shlyejmë të kredi. Nuk ka në një buxhet shumë të madh. Na kanë ndihmuar dhe shumë njerëz të tjerë, për shembull, diku kemi marrë makinat, nuk na kanë marrë qera për makinat, diku kemi xhiruar në disa ambiente, nuk na kanë marrë qerat për ambientet, por që nuk janë pak, janë shumë. Një thirrje për të parë sa më shumë filmin? Unë patjetër do t'ju lutesha që ta shikoni filmin, ta shijojnë në radhë të parë, po sigurisht që ndihmojnë edhe produksionin duke bler biletat.